Se normalisht prindrit janë një gjoa e pazëvendësueshme, e sidomos për ne që jemi persona me nevojat e gjatë. Shumë mirë e dim që gjatë luftës dhe para luftës në Kosovë nuk ka pas pajisje të karrocave. Do me thonë, kem qenë pa karroca, a dhe bartja e për familjen tem normalisht që ka qenë shumë e rëndë, a dhe në krahasim me të tjerë që kanë ikë, normalisht të tjerët në këmbë kanë ikë më shpejt. Edhe përbes unë nga njëherë edhe vetën tem nuk e kom numru, ma mirë thësha tjeton të prindri, sësa ndonjëri nga ne të vdiste ma mirë në ato momente, sësa tjetonim. Kur familja ime, normalisht, kur baba im ishte vrarë mandesh, ka do të në vinte neve jeta, nuk ishte askusht në barte përveç familjes të më ngusht. Na kishëm edhe vlaun tjetër, po edhe motrën, po ata ishin të veqër, më të veqër, do me thanë vlau i dyti ishke ma i masë unë, po motra ishte e vogël edhe normalisht pa ndimën e këtyne, nësë kishëm ujtë edhe në autobus me hyp, ose në traktorin, ose me bo nevojen tonë, ose më ushqy vetë, ose në tre fishin ma fështire kem pas, sisa një refugjat që ka përjetu. Nashta nuk kena përjetu shumë kështune humbjen familje, normalisht kena pas humbjen familje, na kanë më dhëndrin, djalin e Axhës, po që për fat mirë në familjen tem, vllaznit, ose motrën, ose babin, nuk më kanë vra, po për mu, ma mirë të kisha vdeku, sa të kishë vdeku njëri nga prindrit. Normalisht, fati dhe Zoti na kem bjetu, sot jetojmë lirë, edhe unë jam shumë krenare që i kam prindrit afer, se normalisht prindrit janë një gjoa e pazëvendësueshme, e sidomos për ne që jemi persona me nevojat e gjatë. Falem moci.